që përgjegjësinë më të madhe ka partia në pushtet. Cila ka shumicën. Ndëgjë, sepse politika është bashkëpunim dhe kompromis. Dhe në moment kur ti e din që si ke fitu 50%, edhe del i tallë votues të saj edhe ata thu hajvana. Dhe më thonë, të në tënë të knaqesh e nefsin të në egon tonë edhe ata militant që të kanë dalë në shesh, apo pëtanë me një momentum të fitores, ti për i mbyllë dyrët e bashkëpunimit kurse je nevojtar për ta. E tash edhe nevojtar edhe arrogant është kombinimi maj keq që mundet me pas qoftë njeriu qoftë politikani. Mendoj që Zoti Kurti ka vendos barriera dhe ka bot pa mundur me diskursin e tij arrogant dhe me pabesinë e tij politike që të bashkëpunoj me cilën do për partive, sepse vetvendosja dhe Kurti kërkon nënshtrem, nuk kërkon bashkëpunim. Kjo është tregu dhe me LDK-n që ka dashur që të nënshtroj duke prodhu gogola si Agim Veliu dhe arriti me sukses me nënshtru dhe me gjynjëzu LDK-n, e atë fat partitë opozitare nuk dëshirojnë që t'ju përsëritet, prandaj kërkojnë që të dobësohet vetvendosja që pastaj shikohet mundësia që të përjashtohet tërësisht nga një koalicion i moshëm qeverisës, pra të mos bëhet pengesë e madhe sikur sot që ka 48 deputetë dhe nuk mund ka për dijet letë të themelohet një qeveri alternative pa vetvendosjen. Po të ketë një ramje të saj dhe pastaj shikohet mundësia bashkëpunimit mes partive tjera ose eventualisht edhe me vetvendosjen. Kështu që përgjithësia më e madhe është e vetvendosjes, sepse nuk diti edhe me bo politik për me gjetë një marrëveshje politike. Për çfarë në fakt, logjika e Zotit Kurti, mi thonë Zotit Limaj, një minister, 2 zëvendës ministra, se ti i ki 3 deputet, e ata i kanë 6 deputet, e ata i kanë 2 ministra, ti një minister, atash i ka propozu 19 ministri. Kjo është absurde, sepse politika nuk është arti i matematikëve, është arti i politikanëve cilët tentojnë të bëjnë maksimumin e pazarit ose fitimit brenda një koalicioni qeverisës. Edhe tash të ki nevojë të madhe për ata 3 deputet, që ndoshta do të ishin parafërsisht përcaktuar, nga 56, 59 do të mund lëkundeshin gurët e fundit, ti do më thonë me një lloj vetknatësie, me një mendësi të matematikën ti tenton me qeverisë. Nuk funksionon politika kështu, s'ka funksionu kërkon. As te na, as kon tjetër. Prandaj, domethënë kushdo që tenton që të gjejë një afërsi të bashkëpunimit me to irritohet edhe më shumë. Edhe nga ajo arroganca politike, po edhe nga ajo pabesia asaj se çka ofron për bashkëpunëtorët e saj.